Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet sot në seancën e radhës ku në rendite janë 25 pika për diskutim. Seanca do të zhvillohet në orën 10, ndër pikat që bie në sy dhe ka më shumë interes janë përzgjedhja dhe votimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues së RTS-s me 10 kandidaturat që u kaluan javën e kaluar te Komisioni i Mediave pas dëgjesës së mbajtur, si dhe i kryetarit të Këshillit. Komisioni gjithashtu ka përzgjedhur më 11 mars edhe 2 emrat kandidat për kryetar, teksa fituesi bëhet njëkohësisht edhe anëtari 11 i Këshillit, përveç se drejtues. Zëvendësuesi ish kryetarit Leka Bungo do të jetë Elidon Haliti ose Fation Hoxhalli, të cilët janë dy kandidatë përfundimtar që garojnë për kryetar të Këshillit Drejtues të RTS-s. Kuvendi kishte shkarkuar Këshillin Drejtues të RTS-s pas shkeljeve të shumta të gjetura në procedurat e garës për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të RTS-s. Gjithashtu, në rendite është edhe votimi për anëtarët e bordit të Institutit të Studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit në Shqipëri. Do diskutohet dhe votohet për projektligjin për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, nismë kjo e qeverisë shqiptare për t'i ardhur në ndihmë bujqësisë dhe fermerëve. Mes të tjerësh është edhe diskutimi për strukturën dhe organikat e Instat. Në listën me 10 kandidatë të Këshillit Drejtues së RTS-s bie në sy emra si aktorët Bujar Kapexhiu, Raimonda Bulku dhe Zamira Kita, regjizori Robert Budina, kompozitori Osman Mula, si dhe emrat e Pano Xhixho, Lorenz Vangjeli, Enio Civici, Alket Braho dhe Petrit Beci. 10 emrat e përzgjedhur për anëtar: Bujar Kapexhiu, Raimonda Bulku, Zamira Kita, Robert Budina, Osman Mula, Pano Xhixho, Lorenz Vangjeli, Enio Civici, Alket Braho, Petrit Beci. 2 emrat për kryetar Këshilli: Fation Hoxhalli, Elidon Haliti.